Këtu duke përgatit lëng lakne turshi ose rasoj si njët në popull, është një teknik pak më ndryshe se sa ajo që e përdorin nanat tona për me përgatit lakna turshi. Mirë po kjo është pak më efektive dhe pak më e shpejt dhe se bazohet duke mos i shtu ujë, mirë po bazohet në lëngun që ka me lëshu vetë lakna gjatë procesit fermentimit. Si që sheni, kjo është një lakën e sapo grime, 1 kilogram me 200 gram paka shumë, një lakën e vogël, edhe ja kjo është gjithë sasia e laknës, edhe e kam ngritë im edhe hallë. Ideja është që për me vazhdu tutje do të shtu krip, pavarësisht rreth 1 lugë gjelle, edhe është mirë që në vend kripës zakonshme të shtohet krip e detit, mirë po ajo është pak më vështirë për ta gjetë në disa rajone tonat. Mirë po në këtë rast e bëjmë edhe me krip zakonshme, krip kuzhine. Dikon pavarësisht 1 lugë krip për këtë sasi lakre. Ndërsa tash e vendosim laknën në enë tjetër, në shtresë paka shumë të hollë, edhe kriposim. Kripa ndihmon domethënë që të nxirret uji jashtë me procesin e osmozës, edhe këtë mënyrë lakra zbutet. Kjo është sasia fundit e laknës që ka mbet. Vendosim kryer edhe i shtojmë në pakës krip. Tani e lëm laknën pushoj dikun rreth 30 minuta derisa zbutet edhe të zvoglohet në sasinë e saj, për të vazhduar pastaj me fazën tjetër të punës për me bë këtë lakën turshi. Faleminderit për kohën, shihemi më pas.